Jam në dhomën e gjumit më të çuditshme në Shqipëri. Kam hapur dritaren e gjithë dhoma e gjumit është me xham, është komplet xham, edhe krevati, edhe dy karrige të vogla me një pamje të luginës burrelit të gjithën, edhe pjesa e gotës me opinion që ma kam bërë gati në mëngjes, shive. Pamja është spektakolare. Jam në Ajma Guest House, nuk mund ta imagjinoni se si mund zgjohet njeriu me një pamje të tillë. Shihni, shtëpitë përballë janë thuajse 130-140 vjeçare. Përballë është vali i Martaneshit dhe zona e vjetër e Martaneshit. Në këtë drejtim bora e ka kthyer në kartolin të gjithë zonën. Është një gjë e paparë dhe çudia është që burreli andej nuk ka fare, shive, nuk ka fare të borë. Por e gjithë bora është e përqendruar në këtë zonë nën këtu. Guest house, in fakt, është një guest house më shumë që përdoret nga familjarët, pra nuk është që ka përdorimin aq të madh të përditshëm. Këtu është ngrohtë tani. Do zbrest ju tregoj pjesën e ndenjës guest house-it, në anën tjetër është një dhomë tjetër gjumi, është po ashtu edhe kuzhina e cila është në katin e nëndeshëm. Zbritja është pak e vështirë. Ki parasysh që kur vjen me pajisje të komplikuara, është gjithmonë e vështirë. Vizim, kjo është soba e guest house-it. Kemi ardhur me gjithë ekipin e opinionit. Është pjesa ku, hajtë mëngjesi, ç'a mrekullie që është. Është një kryevepër. Po të dua shapë, kjo është soba. Edhe xhezve e kafes turke. Rreth e rrotull dhe përballë keni një pamje të pa imagjinueshme, ja ku është dhe Ajma, është kombinimi i emrave të dy fëmijëve të atij që e ka ndërtuar. Është më shumë një ndërtim familjar në fakt se sa një ndërtim për biznes të mirëfillt. Zjarri nuk pushon gjithë kohën. Këtu kjo është pastërmaja e famshme. Edhe shegët, këtë e kemi bërë gati për gështenjat. Është pjesa e ndenjës me televizorin, këndin ku rrihet, edhe këtej dilet në pjesën e jashtme, duhet jetë me jashtme shtyrje, do dalë për jashta të takoj pronarin, Mirin, në këtej ngjitesh katën e sipërm, është banja, po e le këtu për momentin pjesën e opinionit. Miri, çfarë mrekullie pas ke bë? E nisa nga pamja më e bukur që ishte sipër, po pas ke bë një kryevepër këtu. Blendi, kjo është një shtëpi që ne kemi nis. Po? Kjo është një shtëpi që ne kemi nis praktikisht për vete, domethënë Dhe ti rri vetë kryesisht. Po kryesisht vim vetë, fëmijët, familja. Edhe me hartën e Shqipërisë pas ke. Hartën e Shqipërisë dhe Shive. Dhe me emrin me inicialet e dy fëmijëve. Këto janë incidente që gjatë xhirimit të ndodhin. Desha me mbyll derën unë. Kjo është harta e Shqipërisë. Harta e Shqipërisë me Ajma. Inicialet e fëmijëve janë Ajma, do thotë E të filloj dhe herë tjetër. Dgjoj, po dhe pamja këtu që nga mrekullueshme. Pamja është fantastike. Shifeni më ku jemi. Shifeni ku jemi. Shif çfarë mrekullie. Ja dhe Ajma se e keni të gjithën të parë. Këte është njëra dhoma, ndë ishte dhoma që isha unë. Kjo është banja. Banja dhe saloni, kjo është një shtëpi pushimi që ti mund. Sa kushton një shtëpi e tillë për shembull? Po mbaret këto se kjo është afër diku 110 metra katror mbi 50-60.000 euro. Po, edhe e vendosur. Jo, është bërë çdo gjë këtu kur ka marrë në fillim s'ka pas as rrugë as gjë. Ç'a thua? Domethënë çdo gjë është bajtur. Çfarë mrekullie ka bërë? Tecësh gjatë kësaj rruge, është një mrekulli. Miri, ti ke lind te shtëpit përballë, ë? Po, te shtëpia përballë, unë aty kam lind dhe kam ikë me moshën 7 vjeçare. 7 vjeç. Dhe kujtimet e fëmijërisë më kanë bërë të rikthehem. Tani Miri ka një restorant të njohur peshku në Tiranë, po ç'to ti me peshkun nga Martaneshi mo? Se ti ta kishe me mish. Po edhe ne kemi pas troftë në Blendi. Po, ka qenë trofta shumë. Pavarësisht se janë shkatruar nga hidrocentralet, ne kemi pas një troftë fantastike. Kjo është pjesa tjetër e. Po ju tregoj guest house-in. Shiheni pak sa e bukur është pjesa e oborrit, edhe biçikleta që ka rëndur. Biçikleta, çdo lloj gjëje. Çdo lloj gjëje, tani duhet ecim këtej nëpër dëbor. Kushtet janë pak të vështira në fshat Blendi, kështu që duhet kemi pak kujdes. Jo, un kam kujdes dhe më pëlqen shumë kjo jetë.
Ne dikur unë jam mundu të rikthej jetën e dikushme që kemi pas përjetu me vështirësitë e dimrit, me mungesën e dritave, ushqimeve Tu është kuzhina, a? Kjo është kuzhina që mund gatush. Kuzhina mund gatush, po mirë, që nga dhe ambient tjetër domethënë Po prej që është xhamit. pak më privat. Këtu ke bërë një pishin të vogël, ë? Po, një pishin që mund të kalojsh. Ua, gjatë po kjo verës. ç'është? Këtu është një mirë se ardhje, një lëng rrushi. Aha. E kemi ftoft pak këtu domethënë. E që s'kishte nevojë dhe më uftof për shumë. Ua. Miri, ti ke lind në atë shtëpinë atje? Po, te ato janë rënojët ku ne kemi lindur. Kemi qenë dy familje, jemi bashkërisht me xhaxhallar domethënë. Edhe gjithë oborri pjesa poshtë është e jotja? Pjesa poshtë është një arë që ne punojmë. Jo, kjo këtu, kjo këtu. Po, kjo patjetër, është në shërbim të bujtinës kur mund vish, mund të rish domethënë. Mirë se gjeta një. Gëzuar edhe mirë se erdhët, gëzuar. A lën rushi Është- që është shumë mirë. Po këtu bëhet dhe rushi mora vesh. Po patjetër, rushi çelek, rushi tajk, tajk e kuqe, tajk e bardh. Çeligu është ai rushi me erë që Me rushi themi. me erë. Kemi kumlla të ndryshme, kumlla vardare këto. Bën edhe shumë perime, shalqiri, bustani, Çfarë domate. mrekullie. Ua. Tani pishinën e përdor në verë? Gjatë verës e përdorim. Shive si E përdorim. është tavolina e mbushur Edhe plot. edhe Po. besoj është mund të hezësh edhe mbi akull. Mbi akull, a thua? A mund t'i afrohemi Po, pak? ta afrojmë edhe Ku ta është pjesa e afrimit? Këtej. Shkojmë të shohim, Edhe ecim me dot. radhë do të kujdesemi, s'kemi telefona nëpër xhep, ë? Jo, s'kemi Se telefon. malet kam pak adrenalin. Ua. Bora deri në gjuhë. Ja ta testojmë parë tash. Prit se po e teston miri. Jo, nuk ka Nuk ngriej. nuk ka ngriej sa të mbaj, e? Prit, ta provoj. Jo, nuk mban. Jo. Ja, thyet. Ja. Op. Ra shumë këtu, po. Aty. Po pse nga njerë dhe të mban, ë? Patjetër që po. Çfarë? Kemi edhe video që hypim edhe rrim. Edhe, po kjo këtu është e gjitha, Po, kjo është. edhe kjo është pjesa e... Blendi këtu ka qenë një arë, si që themi, ne ka qenë totalisht pa rrugë, pas jemi mundu që ta kthejmë, pavarësisht se Po duhet sjell gocën pa tjetër këtu. me shumë kënaqësi. Po sa është, një orë i çerek, një orë i Një orë gjys. qerek, një orë. Jo, e di sa afër është nga Tirana. Edhe një pjesë rrugë. Po duhet kesh mik se nuk e jep kështu për ka vetëm për Jam miq. mundu që të reklamoj pak vendin, të mundohem edhe njerëzit të Unë orientojnë nisa me shumë turizmit. skepticizëm, po ju nuk mund ta imagjinoni. Nuk është bukur, është prall. Është prall. Shive. Shif çfarë mrekulli. Shqipëria është fantastike në çdo Atë po thosha pak më parë, po bëja një video, po thosha është e pa imagjinueshme të jetë kaq e bukur. Imagjino Pavarësisht një nuk është destinacion një orë i çerek nga Tirana. Kjo është fatkeqësia. Dhe po ne t'rregullohet dhe marrim pak rrugën, rruga. Shkojmë Austri, Zvicër, Shive, në ma, për këtu Alpë për çdo lloj gjëje kur ne i kemi shumë afër shtëpive tona. Shpresoj që një ditë njerëzit të rikthehen dhe ta vlerësojnë Çfarë këtë që na ka mrekullie. fal Zoti. Shi çfarë mrekullie. Ua. Dikur këtu blendi këto krejt pemët ka qenë krasidura, boshim raki, boshim shumë çka, domethënë prodhohej. Njerëzit dikur çdo gjë e prodhonin në vend. Sa e bukur është guest house-i. Sa Ta shohësh. fatkeqësisht kemi drita, po edhe kjo është gjë e mirë. Ta Po, kuptojmë edhe edhe rëndësinë e elektricitetit. ne na shkoi ora, po, ne duhet shkojmë tani të gatuajmë. Do gatuajmë në natyrë, do ta shohim pas. Patjetër do bëjmë një super kamping në natyrë. Kamping natyrë.